Unë jam profesor doktor Shpend Shahini, pedagog në Universitetin Bujqësor, Departamenti i Mbrojtjes Bive dhe angazhuar në qendrën ABA në lidhje me problematikat fitosanitare. Sot në këtë organizim, në këtë panajir bujqësor, do të trajtojmë një temë e cila është jashtëzakonisht e rëndësishme për kultivuesit apo për fermerët tanë, jo vetëm në zonën e Lushjes, por në pothuajse në gjithë Shqipërinë. Problematikat fitosanitare tashmë janë kthyer shumë të mpreta dhe ajo çka është shumë e rëndësishme të theksojmë që tashmë kërkohet jo vetëm një rritje e prodhimit, por ajo çka është e rëndësishme që të kemi prodhime të qëndrueshme dhe nga ana tjetër të kemi dhe prodhime të cilat të jenë të pastra dhe pa problematika në kuptimin e mbetjeve të pesticideve. Në këtë kontekst, në angazhimin e vazhdueshëm që kemi pranë qendrës ABA, jemi fokusuar që gjithmonë rekomandimet tona të jenë për kontrollin e këtyre dëmtuesve, pra ku inkludohen smundjet e dëmtues, të jenë në kontekstin e mbrojtjes së integruar. Kur themi mbrojtje integruar do të thotë që në një fermë bujqësore, fermeri të përdorit të gjithë teknikat dhe metodat të përshtatshme dhe të përkushme me njëra tjetër, me qëllim që niveli i popullatës smundjes apo insektit dëmtues të jetë në nivelin ekonomik të dëmit, dhe nga ana tjetër shumë e rëndësishme për konsumatorin të kemi që produktet e ardhur nga ferma të jenë të pastra dhe pa problematika me mbetjet e pesticideve. Në këtë kontekst, implementimi i kontrollit të integruar dhe duke parë si pjesë përbërëse shumë të rëndësishme në kontrollin biologjik janë elementë të cilat ne her pas here në intervistat tona, në komunikimet që kemi me fermerët, jemi të fokusuar fuqishëm që tashmë ka ardhur koha që patjetër që të kemi mbrojtjen e integruar, por të kemi implementimin e kontrollit biologjik. Në këtë kontekst, tashmë implementimi i kontrollit biologjik është bërë realitet në kushtet e fermës tonë, sidomos në ambientet e mbrojtura, dhe ajo çka është rëndësishme që ne në bashkëpunim me qendrën ABA kemi përgatitur protokollet standarde për implementimin e organizmave të dobishëm për kontrollin e insekteve dëmtues apo të smundjeve të cilët shkaktojnë problematika gjatë kultivimit. Kështu që fillimisht jemi fokusuar në përcaktimin e problematikave fitosanitare në këtë zonë, ku siç dim kemi problematika kryesisht me insektet dhe krahbardhat, të cilat janë problematikë shumë e mprehtë. Për këtë arsye ne kemi përcaktuar armikun ose të thuash organizmin e dobishëm, gjithashtu duke rekomanduar kohën e hedhjes apo të lëshimit, frekuencën dhe ajo që ka shumë rëndësishme dhe densitësinë, me qëllim që fermeri të jetë i qartë dhe të ketë përpara një protokoll të shkruar ku implementimi i kontrollit biologjik të jetë sa më i thjeshtë në kushtet e fermës. Gjithashtu, në bashkëpunim me qendrën ABA, ne jemi fokusuar jo vetëm duke qenë si thuash të kujdesshëm për kontrollin e insekteve dëmtues, por gjithashtu dhe të smundjeve të ndryshme. Në këtë kontekst kemi rekomanduar dhe kërpudhat entomopatogjene, ashtu edhe bakteret entomopatogjene, duke i rekomanduar fermerëve çfarë lloj biopesticidi të përdorin, kur është koha e përshtatshme, sa rëndësi ka doza e përdorimit, si dhe nga ana tjetër shumë e rëndësishme dhe monitorimi i dëmtuesit bazuar edhe me disa elementë siç janë feromonet. Pra, në këtë kontekst, tashmë fermeri jon, sidomos në zonën e Lushnjë e Fier, që është zona më intensive e kultivimit të perimeve, gjen pranë nesh protokollet e plota për kontrollin biologjik, cilat këto i keni për më shumë informacion keni në platformën e ABA Center ose ABA Online. Ju faleminderit dhe të gatshëm për çdo lloj bashkëvizitimi në të ardhmen.